Flasim tani për kohët më të veçanta. Cilat i ka përmend Muhamedi alayhis salam që preferohet të mos i anashkalojmë kur është koha e tyre për të bërë dua? Ka kohë dhe ka vende. Vende më i veçantë është sejdja, ndërsa kohët më të veçanta është pjesa e tretë e natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna Allah tabaraka wa taala yanzilu fi thuluthi akhir fi samai dunya." Allahu i lartësuar dhe i madhruar zbret në pjesën e tretë natës në qiellin e kësaj dunjaje. Dhe thotë: "Men yad'uni astajib lah." Kush më lutet, t'ja jap ato që kërkon. Kush kërkon falje, ta falje. Kush kërkon diçka, t'i dhuroj. Pra Allah azza wa jall zbret për një qëllim, që neve t'na plotësoj ato që kemi nevojë. Dhe njëri në këtë kohë, të paktën 10 minuta do ta lej alarmin të ngritet dhe të lutet, se Zoti për të përflan, po zbret. Dhe nuk do t'ja kthej këtë mirësi prej Allahut me gjumë.